Mashtronte qytetarët dhe u zhvaste parat, dërgohet për gjykim avokatja në Fier. Prokuroria e Fierit ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim shtetasen Klotilda Kola, 60 vjeç, e cila hiqej si avokate dhe u premtonte qytetarëve zgjidhje të shpejtë të çështjeve ligjore, duke përfituar para nëpërmjet mashtrimit. Në përfundim të hetimeve mbi procedimin penal numër 768 të vitit 2025 regjistruar mbi bazën e kallëzimit të disa shtetasve dhe transmetimit në mediat investigative, ku paraqiteshin shqetësimet se pandeura Klotilda Kola, duke u prezantuar si avokate, kishte arritur të merrte vlerë monetare nëpërmjet mashtrimit. Si avokate ka përfituar shuma monetare nga disa qytetarë, duke u premtuar zgjidhje në çështjeve të ndryshme ligjore, administrative dhe gjyqësore, përfshirë legalizim pronash, procedura pensioni, çështje pronësie, përfaqësim në procese gjyqësore civile e të tjerë. Nga verifikimet e kryera rezultojnë se këto shërbime nuk janë realizuar, megjithse vlerat monetare janë marrë nga e pandehura. Pagesat janë kryer në forma të ndryshme, përfshirë dorëzime në dorë, transferta financiare dhe pagesa të deklaruar si kapar apo shpenzime procedurale. Në disa episode viktimat janë siguruar nga e pandehura se procedurat ishin në vijim dhe se çështjet do të përfundonin brenda fateve të caktuara, ndërkohë që më pas komunikimi me të është ndërprer dhe nuk është dhënë asnjë rezultat konkret. Në raste të tjera rezultojnë se janë dhënë informacionet pavërteta mbi ekspertizën e proceseve gjyqësore apo aplikimeve administrative, të cilat pas verifikimit pranë institucioneve përkatëse nuk kanë rezultuar të jenë bërë prej saj. Të mashtruar nga e pandehura në këtë procedim janë evidentuar 8 shtetas, kryesisht qytetarë të Lushnjës dhe Fierit. Hetimi ka zbuluar gjithashtu se e pandehura ka kryer veprime në dukje të një përfaqësimi ligjor në një kohë kur nuk ishte status aktiv për ushtrimin e profesionit avokatit, si dhe ka përfituar të ardhura nga ky aktivitet, pa i deklaruar ato pranë organeve tatimore. Nga të dhënat e administruara rezulton se për disa vite ajo ka ushtruar aktivitetin ekonomik faktik, ndërkohë që figuronte me status pasiv në regjistrat tatimor, duke mos deklaruar të ardhurat e përfituara dhe duke shmangur detyrimet përkatëse tatimore. Në vijim, Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier shpreh angazhimin e plot për hetimin dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale që prekin pasurinë dhe të drejtat ekonomike të subjekteve të dëmtuar.